Në një përpjekje për të mbushur vakancat e krijuara pas shkarkimeve nga vetingu, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka emëruar 42 magjistratë të rinj, të cilët do të bëjnë betimin para se të marrin detyrën. Ata u emëruan në 11 gjykata të rrethave, nga të cilat numri më i lartë në gjykatat administrative të Lushnjës dhe gjykatat e shkallës së parë në Fier dhe Elbasan me nga 7 gjyqtarë secila. Por nevojat mbeten ende të mëdha, pasi në gjykata duhen edhe 109 gjyqtarë. Sipas vendimit, shpërndarja e 42 magjistratëve të rinj është bërë në 11 gjykata, ku numri të lartë të emërimeve kanë gjykata administrative e Lushnjës, si dhe gjykata shkallës së parë Fier dhe Elbasan, ndërkohë që Këshilli i Lartë Gjyqësor parashikohet që në gjitha strukturat e gjykatave duhet të ketë 417 gjyqtarë, ndërsa aktualisht janë vetëm 308 gjyqtarë të emëruar. Me emërimin dhe shpërndarjen e 42 magjistratëve të rinj, mbeten ende 67 vende vakante.